30% të anëtarëve të kuvendit. 30%. Mos e gabosha 30%. Unë e di që është 50%. Mirë. Po, në nëshkrim me 50% me kandidat. Po, nëse i ka 50%, nuk ka nevojë me hyrë në procedurë vetëbërësimit hiç, shkohet në votim direkt të kryetarit, sepse ka ambicje që dikush të bëhet pra kryetar. Por nëse si ka këtë 50%, atër opsioni mbetet i vetëm që përmes votbesimit ti besohet ose jo vazhdimi i mandatit. Pse unë besoj që kam e vendosur që mi vazhdu mandati, i kam thënë shumë shpesh domethënë arsyet dhe vazhdojmë përsërit edhe sonte. LDK nuk është subjekt politik i cili duhet me i ndru kryetarët çdo 2 vjet. Kjo është e para. E dyta, nuk është 5 vjet janë bo nga Abdigji. Tash çdo 2 vjet parimisht, po them se kur ti llogarit 5 vjet dhe i krahason çish kanë qenë kryetarët më herët, e kuptoni se çka po flasin. Pra LDK s'ka ndru kryetar asgjë 5 vjet. E dyta, ky është një proces i vetëm zgjedhor në cilin ka qenë është e vërtet në kompetencë ose në dorë të Lumir Abdigjikut si përgjegjësi më i madh i menaxhimit të partisë dhe fushatës komplet të 28 dhjetorit, gjë që ka rezultuar me këtë rezultat. Pra, ky është një rezultat që i takon atij i cili edhe ka pranuar dhe ka marrë përgjegjësim. Por, tu i pas parasysh rrethanat, tu i pas parasysh se çfarë subjekti është LDK dhe cila është rëndësia e këtij subjekti, unë besoj që përgjegjësia nuk do me thonë gjithsesi kushtrim që duhesh me largu prej pozitës së kryetarit të partisë. Përgjegjësia është edhe ti kur fillon me ndryshu strategjinë dhe fillon me hap partinë dhe fillon me ndëgju më tepër diskutime të brendshme të cilat A është përgjegjësi ky ofrimi i dorëheqjes? A është përgjegjësi? Është përgjegjësi. Kjo është përgjegjësi, është marrja e përgjegjësisë vetëm në rast se ti e merr votbesimin e kuvendit. Pra, kuvendi dhe partia thotë kemi vazhdu, por nuk mundesh me vazhdu në mënyrë të njëjtë. Pra, vetë forma që është hap debati në LDK, në kryesi fillimisht, pastaj kalon në kuvend, unë mendoj që është një dhënie përgjegjësisë se ka dhe çysh do të orientu partia dhe jo domosdoshmërisht me ndru kryetarin. Përshtatani më bindën që kuvendi i LDK-s kam ja dhënë votbesimin që me vazhdu, edhe këto sa i kanë mbet 2 vite, po sa janë deri në fund të mandatit, por Lumir Abdigjiku duhet me bëni gjatë këto 2 vite. Pra, duhet me lënë anash arrogancën që ka pas dhe ka shpërfaq pothuajse jo vetëm publikisht, por edhe brenda. Ne gjithë kemi ka pak informacione dhe dim se si ka vepruar zoti Abdigjiku në parti. Pra, kur po them me hapo është kjo, me fillu prej kryesisë, pra me ndru, ndoshta jo komplet kryesin, por me plotësu me figurat e reja kryesin, me figurat të cilat mundin me dhënë kontribut dhe me e kthy në rrugdun LDK-n dhe deri te debatet e brendshme që lidhen me reformën në përdekje kështu me radhë. Ne jemi bindën që për 2 vjet LDK ka me e gjetë, domethënë rrugën që me vazhdu tutje. Nëse menon me vazhdu njëjtë, edhe nëse Abdigjiku votbesimin e sheh si zyrtarizim të strategjisë